E di që e keni parë pa fund këtë video se është bërë shumë virale, po desha të diskutojmë dhe bashk këtë që ka këtë bisedë të ndodhur në emisionin Shqipëria Live në Top Channel te gazetarja Sidorela Gjoni. Dëgjojeni pak se si shprehet një bashkëdhetar i on i cili e mendon veten pak ndryshe. Pse e ndan edukatën kosovare me edukatën shqiptare? Sepse kemi të bëjmë me individ dhe këtu kemi edhe ndasi. Jo, nëse ke të bësh me individ, ti thua Gjesti dhe Jozi, ti thua edukata shqiptare dhe edukata kosovare. Fiks. Ne kemi të bëjmë këtu me individ. Pra kemi një person i cili ka vetëm nëse jam verbuar unë Venar, se këtu thot edukat kosovare dhe edukat shqiptare, këtu thot individ. Statusi yt është një status përçarës, e fillojmë nga këtu bisedën bashkë. Fiks. Po, na jemi kosovar. Jo, ti je shqiptar i Kosovës. Jo, unë jam kosovar i Kosovës. Tani ajo që s'kuptoj unë është që kush po pagun kaq shumë, kush po investohet kaq shumë që ta përçaj këtë komb. Kush? Kush po investohet kaq shumë që të fusi sherrin mes shqiptarëve? Sepse që kjo të jetë rastishme nuk më duket fare. Që kjo të ketë lidhje me Gjestin, apo me Jozin, apo me X-in, apo me Y-in, apo me Big Brotherin, mus më duket ketë lidhje. Unë kam përshtypjen që është shumë më e thellë se kaq. Unë kam përshtypjen që dikush po investohet ose një grup njerëzish po investojnë fort që ne ta kemi këtë përçarje. Ta kemi këtë diskurs që si shërben askujt. Tani, nuk ka kosovar të Kosovës, nuk ka shqiptar të Shqipërisë, por ka vetëm shqiptar më miq. Unë jam shkodran dhe s'mund të them jam shkodran i Shkodrës. Unë jam shqiptar i Shkodrës. Jam shkodran, jam fjerak, jam sarandiot, jam prishtinali, jam prizrenali, jam gjakovar, jam dursak, jam... Qa është kjo mërë? A flasim shqip, ne as flasim shqip. Dhe më thënë, ky debat, se mirë që e shof nga këta, po e shof edhe nga njerëz që janë, ka një qik influencë dhe mund vjen turp që e bëjnë këtë. Sepse dikush po investohet fort për këtë lloj përçarje. Dhe më vjen shumë keq.